Mi mbrëma takohemi së bashku në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Si zakonisht ditën e premte në orën 20:30 jemi në emocionet e emisionit Konak. Sonte do të kemi emocione sportive, edhe për atë sepse në studion e këtij emisionit do të jemi së bashku me volejbolistën Paula Gjata dhe trajnerin e ekipit të volejbollit të femrave të Pogradecit Besnik Lisha. Pogradeci për herë të parë në historinë e rrjetës së volejbollit pra të femrave prek një finale të madhe si që është ajo e Kupës së Shqipërisë. Ne jemi mësuar me një Pogradec para vitit 1990 me një trajner si Thanas Papa, me ekipin e të rejave të kluante në ekipet e kategorisë së parë, për krah ekipeve më të mira të vendit, kanë bërë historinë. Ka qenë një histori e madhe edhe për atë sepse të luash ndaj Vllaznisë për të reja, ndaj Tiranës e Partizanit, të luash ndaj Dinamos, pa thënë ndaj Krutjes e pa shkuar ndaj ekipeve të tjera, ka qenë një histori jo e vogël. Por Pogradeci me trajnerë të tjerë në mënyrë të veçantë me Llazi Gërgjallin e ka mbajtur gjallë këtë lojë të rrjetës, por tani jemi një histori më cilësore. Luajmë kategorinë superiore dhe jemi në finalen e Kupës së Shqipërisë, që është padyshim arritja më e madhe e volejbollit pogradecar. Skënderbeu e humb finalen me golden set në volejboll për femra me ekipin e Tiranës, ka fituar në Korçë me rezultatin 3-2. Me të njëjtin rezultat ka humbur në Tiranë, por ka qenë një ndeshje me emocione të jashtëzakonshme. E shumë e tepër në atë golden set në setin e 6, që duket se ndodh për herë të parë në volejbollin e femrave, të paktën për ekipin e Skënderbeut. Dhe ka humbur setin me rezultatin 15-13. Me golden set e ka shkuar dëm finalen edhe ekipi i volejbollit të meshkujve të trajnerit Arben Prifti. Kanë fituar në Korçë me rezultatin 3-0 ndaj ekipit të Tiranës e me të njëjtin rezultat kanë humbur në kryeqytet një natë më parë. E për të përcaktuar ekipin finalist edhe për meshkuj, është dashur golden set, që është fituar nga Tirana me rezultatin 15-11. Tjetër histori në volejbollin e femrave për ekipin e Pogradecit, që ka fituar ndeshjen e parë 3-0 me ekipin e Dinamos, skuadër që në fillim sezonit është menduar se do të ishte skuadra pretendente për të fituar shumë trofe këtë sezon. Por Pogradeci i ka mbyll gjithçka, ëndrrën ekipit Dinamovit për ta prekur finalen e Kupës së Shqipërisë. Pasi ka fituar edhe ndeshjen e dytë me të njëjtin rezultat 3-0, madje pa pasur pengesën më të vogël në të dy këto ndeshje. Paula, për herë të parë thash, Pogradeci shkel finalen e madhe. Po, kjo është ere parë që ekipi Pogradecit, që kur është themeluar siç the edhe ti në vitet e hershme, është finalist i Kupës të Shqipërisë dhe është një emocion tepër i veçantë që unë po kontribuoj për ekipin e qytetit tim në këtë hap shumë të rëndësishëm që kemi arritur. E kisha menduar se do të ndodhte kështu me volejbollin pogradecor? Jo, në fakt nuk e kisha menduar, po ja ku jemi tani se u bë ky investim dhe jam tepër e lumtur që qyteti im ka arritur në këto nivele. Në fakt, në atë periudhën tënde kur ju filloni e jeni në atë lartësinë e një volejbolliste që kërkon vëmendje, ndofta atëherë me një trajner si Llazi Gërgjalli, vëmendja financiare e institucionit të bashkisë nuk ka qenë ajo bashkë e duhura. Andajmë të njëjtin mendim? Po, kjo është e vërtet. Në fillimet e mia, kur kam qenë pjesëtare, ne luanim deri me të rejat, U20-at, U17-at dhe jemi shpallur dyer kampion me U14-at me profesor Llazin. Nuk i kishim këtë mbështetje që kemi tani nga bashkia dhe prandaj u detyruar që të shkrijej ekipi dhe mos ekzistonte më për disa vite. Ju së bashku me volejbollistët e tjerë dhe trajnerin tuaj keni shkuar dhe jeni atashuar pranë Skënderbeut. Po. Unë edhe dy shoqet e mia të ekipit, bashkë me profesorin, shkuam drejt Skënderbeut, ku kemi qenë pjesë aty për disa vite, për shumë vite. Aty tek Skënderbeu ju ka gjetur trajneri Besnik Lisha? Po, ati jemi takuar, mos them sezonin 2019 apo 2020 ka ardhur profesori, për herë të parë atje dhe kemi punuar bashkë atje tek Skënderbeu. Ka qenë një moment ndofta as pak i lehtë edhe për shkak të pandemisë COVID-19 që duket
një kampionat që nuk ka qenë ai që duhet? Po, ishte vërtet, ishte ajo koha e Covidit atëherë, po neve me atë përbërje që kishim atë vit, edhe punuam vërtet mirë edhe dha më të mirën tonë, aq sa mundeshim, atë vit flas. Jeni pjesë e titullit të parë kampion të Skënderbeut, e ka filluar gjithçka, i ka munguar finishi Besnik Liqës dhe ka përfunduar pandush kapedanin e mos e gabuar, apo? Po, kjo ka qenë. Kemi filluar me profesor Besën atë sezon sportiv, edhe më pas gjatë rrugës është ofruar profesor Pandushi në fund, domethënë kur për një vajzë të re si ju, emocion të ka i titulli i parë juaj? Po, normale, isha vajzë e re, shumë vite më e re se që jam tani, edhe ishte një emocion normale të shpadësh kampion në kategorinë seniore, është një emocion i veçantë. Të luash ndaj Partizanit, të luash ndaj Tiranës, skuadrat se cilat ishin ndërtuar për ta fituar ata titulli? Unë mund të them që atë vit neve ishim ekipi më i mirë, edhe të gjitha skuadrat, si po në me Tiranën neve dolëm në finale, ishim shumë lartë se ato dhe nuk u diskutua në asnjë moment që a do e fitonim neve apo jo titullin, ishim shumë lartë se gjitha ekipet. Gjata me diferencë. Kjo skuadër, ky Skënderbeu ka bërë atë që mbi gjitha është rikthyer ai emocion i sportdarësve korçar. Pra unë, ndoshta edhe për shkak moshës dhe angazhimit të gjatë në gazetarinë sportive, ose me saktë atë pallat sportit e kam parë ashtu të mbushur plot në atë duelet Skënderbeu Dinamo në veçanti për femra, por edhe për meshkuj. Se kisha përjetuar për shumë vite me radhë atë emocion, me Skënderbeun që vjen e rikthehet kampion, ai pallat ashtu i mbushur. Po, njerëzit e Korçës janë shumë sportdashës edhe kanë qenë gjithmonë mbështetës dhe ata kanë qenë një nga pikat kyçe për suksesin tonë ndër vite që kemi pasur atje, pasi kanë qenë gjithmonë shumë mbështetës edhe kanë luajtur rolin në një lojtari të shtatë, si të thuash për neve, duke na dhënë zemër. Gjata, sa kohë qëndruat të Skënderbeu dhe sa trofe keni fituar me këtë skuadër? 6 sezona kam luajtur me Skënderbeun, kam fituar goxha trofej që tani nuk mund të numëroj për momentin. Pra janë titull kampion, Kupë Shqipërijet, Kupa Bashkia, Liga Gjergj Kastrioti. Po, këto do më thënë. Liga Gjergj Kastrioti, ajo ndaj ekipit të Skënderajt në Prishtinë ka qenë ma me emocione edhe për shkak se janë kthyer setet, apo? Po, ajo ka qenë një ndeshje shumë e bukur, pasi ekipi Skënderajt kishte një ekip goxha të fortë, me thënë të drejtën, edhe ishte një luftë shumë e bukur sportive nga të dy ekipet, po në fund ishim ne ata që bëmë pa gabime edhe kur orzuan fitoren në fund dhe morëm trofeun. Gjata, është një moment kur duket u pritet për të qenë edhe një sezon tjetër pjesë e Skënderbeut. Në fakt ju zgjodhët për të luajtur në Bosnjë, no? Po, normale. Kushte financiare? Jo, thjesht ishte dëshira ime që doja të provoja një eksperiencë të re. Nuk ishte lidhje e kushtet financiare apo diçka tjetër. Thjesht doja unë që të provoja veten në një kampionat tjetër, në një eksperiencë tjetër. Pogradecia kishte filluar të riorganizohej, pra të ringrihej, e nëse po, pse nuk zgjodhet Pogradecin, por? Në atë moment e mendova një zgjidhje më të mirë për veten time, dhe më pas shkova atje. Mendova për veten time që do ishte një zgjidhje më e mirë ajo në moment. Një telefonat ka bërë që të ndërprisni gjithçka në Bosnjë për të rikthyer në qytetin tënd dhe shtëpinë tënde? Po, në fakt profesor Besa sapo erdhi në Pogradec më ka bërë një mesazh që tani erdha unë në Pogradec, si ka mundësi që mos vish edhe ti, duhet vish se s'bën, më ka thënë. Edhe ram dakord edhe unë u ktheva në gjysmë sezonin e dytë në Pogradec për të kontribuar për qytetin tim. Si u ndjet? Është shumë mirë, normale që të luash në shtëpi, është ndjenja më e mirë. Edhe ne krijuam një ekip goxha simpatik vitin e kaluar edhe luftuam fort. Shkuam deri në fund, luftuam fort edhe isha shumë krenare edhe për vit për aq sa neve arritëm, pasi nuk kishte ndodhur ndonjë në ekipin e Pogradecit, edhe vjet në ato arritje që kishim të shkonte ekipi deri aty më parë. Ajo ndeshje me Skënderbeun ka ndërprer finalen me Tiranën? Po, Skënderbeu kishte goxha ekip të mirë vitin e kaluar, po ne mund të them që edhe ne bëjmë një luftë shumë të bukur sportive deri në fund. A jeni dhe ju prej atyre lojtarëve që jeni shprehur se nëse do ishim ne në finale me Tiranën do të ishim kampion? Tani nuk i dihet asnjëherë, normale ne do ta kishim bërë punën tonë, do stërviteshim edhe do luftonim, pastaj në fund nuk e di çfarë mund të ndodhte, atë nuk mund ta them me siguri. Rikthehemi te ky sezon. Ky projekt i kësaj skuadre
është ndryshe, është më i plotësuar se sa i sezonit kaluar? Po, normale, ky projekt ekipi është ndërtuar që në fillim të sezonit me shumë kujdes të zgjidhen lojtarët e duhura, që neve mund t'i arrijmë qëllimit që kemi për si vjet, edhe është shumë ndryshe nga viti i kaluar. Kemi lojtare shumë të mira shqiptare edhe lojtare shumë të mira të huaja. Pra ju po thoni se është treguar kujdes sepse ekipet që kanë lojtare shqiptare bëjnë diferencën me ekipet e tjera? Po, unë besoj se çdo ekip pretendi duhet të ketë një bazë të mirë shqiptaresh në fillim, lojtare vendore me eksperiencë dhe më pas lojtarët e huaj janë plotësuese, mendoj unë. Në fakt, lojtarët e huaja, a i kanë dhënë tjetër vlerë, tjetër cilësi, tjetër rivalitet të kampionatit shqiptar të voleybollit për femrat dhe për meshkuj, për herës vërtetës? Po, normale, lojtarët e huaja janë ato që japin më shumë cilësi kampionatit, por nuk mund të shikoj një ekip pretendent që nuk ka bazën shqiptare të mirë, pasi nuk mjafton vetëm lojtarët e huaja për ta çuar një ekip deri në fund. Ju po thoni se trajneri Lisha së bashku me administratorin e shoqërisë aksionere, pra qendrës multifunksionale, janë treguar të kujdesshëm një sezon më parë për të sjellë të lojtarët e huaj tek skuadra Pogradeci? Po, për këtë sezon, domethënë janë bërë. Për këtë sezon flas? Po, janë bërë fillimisht bisedimet me lojtarët shqiptare dhe më pas kanë kaluar te huajat, që ekipi të kompletohej. Pogradeci, Tirana apo ka skuadra të tjera që janë skuadrat e nivelit lartë të voleybollit të femrave? Mund të them që edhe Skënderbeu e ka rritur shumë nivelin, nga ndeshjet e para që ka bërë në kampionate deri tani, e ka rritur shumë nivelin, janë bërë një skuadër ndryshe. Nga puna që bën profesor Olsi Axhillari, unë e di që ai punon shumë mirë dhe duket rezultati tek ekipi që e kanë ngritur nivelin, po në finale nuk shikoj një ekip tjetër pretendent përveç Pogradecit edhe Tiranës. Tani e kemi fakt. Pra, me Golden Set kalon Tirana për në finale, ndërkohë që ju duket nga të dy rezultatet, pra 3-0 ndeshjen e parë dhe me të njëjtë rezultatet në ndeshjen e dytë, do kemi këtë përballje. Pogradeci, Tirana. Po, unë e përgëzoj Dinamo për lojën që bëri, me ato vajza që kishte mundua, domethënë që të bënte një lojë të bukur, po në fund jemi neve ekipi që kemi më shumë cilësi dhe rezultati e tregon këtë. Cilësi në çdo drejtim? Cilësi sportive, cilësi individuale, si lojtare, dhe jemi një grup goxha i mirë që bashkëpunojmë mirë me njëra tjetrën edhe shkojmë shumë mirë me njëra tjetrën. Paula, a ka më shumë pika goditëse Pogradeci këtij sezonit? Krahasim edhe me skuadrat e tjera? Po, unë mund të them që neve kemi pika goditëse kudo, nuk kemi ndonjë pikë të dobët. Gjitha lojtarët që kemi neve në formacion janë mund të godasin kudo, domethënë nuk kemi. Jo, se kur pyeta kështu kam parasysh të gjithë gjatësinë e rrjetës. Po. A duket se në të gjithë këtë gjatësi kemi goditje nga lojtarët e ekipit të Pogradecit? Po, në të gjithë gjatësinë e rrjetës neve kemi goditëse shumë të mira këtë sezon që mund të bëjnë zgjidhje në situatave të ndryshme që si e loja e voleybollit. A i ka Tirana bie fjala kështu? Tirana është një ekip goxha i mirë dhe Tirana ka forca goditëse, ka edhe lojtare me eksperiencë, po mendoj se neve jemi më të kompletuara nga ky aspekt. Kur më thua kështu, në çdo drejtim, nëse ne ndalemi për ta zgjidhur, pra, nëse do marrim në analizë shërbimi i Pogradecit apo i Tiranës është unë mund të them në të gjitha elementet sportive, neve jemi më pozitive se ekipi i Tiranës. Jo vetëm në shërbim, në gjuajtje, në blok, çdo lloj elementi që të më thuash. Jo, kur thash kështu, nëse ne do hynim për të bërë një analizë, nëse pra shërbimi, kam vënë re që trajneri Lisha kërkon në të shumtë rasteve shërbim të fortë me lojtarë të veçanta. A ka risk 50-50 shërbimi i fortë? Po, normale, kemi 2 lojtare që bëjnë një shërbim top spin, shumë të fortë, edhe normale që kur kërkohet nga trajneri që të godasësh me full power që themi neve, është risku që mund ta humbësh topin, ose do ta marrësh pik, ose shërbimi do humbet. Ky është risku 50-50 për këto shërbyese. Po flasim. Mbrëm në shumë momente të kam parë më të gjuajtën karakteristike të tëndën ashtu siç të kam parë prej kohësh tek Skënderbeu. Kjo sepse topit ka ardhur në kohën e dur nga linja e organizimit e pasit? Po, neve po punojmë shumë në fakt me lidhjen me pasuesen, që kur kanë ardhur pasuese të reja në fillim të sezonit, edhe besoj se kemi goxha përmirësim, edhe do kemi akoma më shumë përmirësim deri në fund kampionatit, mendoj unë, do jetë akoma më mirë se tani. Jo po shkoni te kampionati, po ne akoma nuk kemi përfunduar punë me kampionatin, kupën, ndeshjet në vijim, e kam fjalën për ndeshjet në vijim.
Atëherë, finalja Kupës së Shqipërisë, shpresoni, mendoni se do të luhet në Pogradec? Dëshira ime me madhe, po edhe vajzave besoj, edhe trajnerit, është që kupa të luhet në Pogradec, por nuk kemi asnjë informacion akoma. Zakonisht, finalet e kupës janë luajtur atje ku ekipi ka qenë më mirë në renditje. Ky fakt që Pogradeci është më mirë në renditje se Tirana, a është një avantazh e një kërkesë e liçenorëve, po them, për ta kërkuar këtë finale këtu? Po, besoj ajo është një plus shumë i madh që neve jemi më mirë në renditje se Tirana, po në fund vendimi ngelet i federatës se ku do bëhet vendodhja e finales të kupës. Ju do doni të ishte këtu? Po, do doja shumë që të ishte këtu. Pasi luajmë në fushën tonë, kemi publikun, njerëzit, edhe pse jo mos e marrim kupën Pogradec. Paula, e kishe menduar se do vinte një ditë do riktheheshe për të fituar trofej në qytetin tënd? Nuk e kisha menduar, po ja ku jemi tani, jam kthyer këtu. Një ekip shumë të fortë që punojmë goxha mirë edhe jemi pretendent për çdo kupë të mundshme. Do ta mbylli karrierën tuaj me Pogradecin apo varet në varësi të projekteve? Tani, kjo është një pyetje që unë nuk kam përgjigje për këtë pyetje, po deri tani jemi në hapa shumë të mirë. Në një sezon tek Skënderbeu, kapitene keni ngritur trofe. Tani të Pogradeci, a ndryshojnë emocionet nga njëra skuadër tek tjetra, apo ku ka trofe ka emocionet forta? Unë mendoj se kurdo që ka trofe ka emocionet forta, por do vjen në veçanti që me Pogradeci në qyteti im edhe normale që ka një domethënie akoma më të madhe. Gjata të falenderoj që ishim së bashku në Konak. Faleminderit për ftesën. Këtu pra kemi përfunduar pjesën e parë të emisionit Konak. Në këtë pjesë të parë ishim me kapitenen e ekipit të Pogradecit në voleibol për femra, Paula Gjata, e cila rikthehet në qytetin e saj sezonin e kaluar, në gjysmën e sezonit, ndërkohë që tani pret për të ngritur trofej. Së pari, kupën e Shqipërisë, pra kupën e rubrikës, si kapiteni e kësaj skuadre, e me pas edhe titullin kampion. Sepse, si që tha në krye të herës, në këtë bisedë, në emisionin Konak, Pogradeci i këtij sezonit është ndërtuar për të qenë fitues. Hapësirë reklamat dhe rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit me trajnerin e ekipit të Pogradecit Besnik Lisha. Jemi rikthyer në studio, jemi në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7 në këtë pjesë të dytë. Jemi me trajnerin e ekipit të Pogradecit në voleibol për femra Besnik Lisha. Lisha 2 ndeshje të fituara lehtë me Dinamon, 3-0 në Kryeqytet, 3-0 në Pogradec, apo mendoni ndryshe nga unë? Unë mendoj që Dinamoja është ekipi më i talentuar në Shqipëri në sensin e vajzave të reja edhe organizimi që ka shpresoj që ai ekip me vazhdu, sepse është herët për ta më dhënë rezultatet që ata kërkojnë, por qofse ata vazhdojnë, ka me kanë një faktor shumë dominues të ekipi të Liga Shqiptare, por megjithatë ekipi jonë është shumë i pjekur, shumë i konsoliduar, me lojtarë shumë cilësore, prandaj edhe kena fituar atje edhe në Pogradec. Është një rezultat real i joni, jo një lojë sa për me thonë. Jo, e kisha këtu kur thatë që pra duhet me prit, në kuptimin që edhe këto lojtare kanë ma tepër kohë, pra kërkojnë me shumë kohë për të shkuar atje ku duhet, ku kërkojnë presidenca e Dinamos, apo pra këto vajzat të reja gjithmonë, apo çdo voleyboliste e re, apo çdo skuadër me lojtare të reja kërkon kohën për të ardhur në atë moment ku duhet? Në përgjithësi tana lojtarët e reja kërkojnë kohën e vetë që mu bërë lojtare elitare, flasë me lujt në për ekipet më të mija, por veçanërisht isha të folë për Dinamo, se është një grup vajza të Dinamo, por? Shumë talentume, që dënë kohën e vetë, dënë 2-3 vjetë që ata për më bërë një faktor dominues të voleybollit shqiptare. Ata në qosë rrinë bashkë, ka me kanë një gjanë shumë e bukur me e pa. Kur erdhët në krye të ekipit të voleybollit të femrave të Pogradecit, a patën një lloj presionit, ne duam të shkojmë në maj, që në momentin e parë, kur ju jeni ulur? Nga bashkia, nga administratori i qendrës multifunksionale, Dorian Lativllari. Absolutisht që ja, por presionin e
kam prej vedit. E qartë, presionin e kam prej vedit, sepse ti e din, se është një fitus, e ke thënë gjithmonë. E janë tonë hupsa. Do më thanë, ti ku filloj një punë, ke qef me pasur rezultate. E kena fillu në gjysë sezoni, lojtarët që nuk i kishim zellë, edhe adoptime ma tepër se sa me shfërgju lojtarët në propozicionet e veta. Jena detyru me këty lojtarë prej qamesh me këty diagonaliste, ose katësha, etj. Me gjitha te, vjetë kena bëjë një punë shumë mirë, me këta vajza që kanë, edhe arritmi një rezultat të knaqshëm për Pogadesin në atë kohë. Por presioni nuk ka ekzistu hiç. Jo, kur them të më presion, të më dashamirësia, dëshira, është kur ne i kemi hyrë një punë të vazhdimisht me ke thënë edhe ju dhe Dorian Lativllari që duket të ju citon të ju edhe në këtë studio, ka një fitues. Keni lënë për të kuptuar që ky nishi do të jetë Pogradeci. Po për një atë punë. Se është filozofia juaj? Ka një fitues? Nuk e di që më nëndori, por edhe dojë më nëndë njëtën gjanë, dhe për një atë punë a i beson të Pogradeci, beson të vajza që ka, beson të organizimi i Pogradecit, dhe e dërë me fitu, si tanë na. Por nuk është vetëm thjesht fitimi, është edhe mi për një qytet i farë knacit, i farë prestigjit, në sense që sporti është shumë i rëndësishëm në sensin e reklamës. Për shumë, këta 2 vite, ma te përsa e kam një Pogadecin, këta 2 vite se kisha një në erë, që është një lajmë shumë mirë. Për tanë Pogadecin, për Pogadecart, për qytetin, për volleybolin, për gjithësi. Jo, vitën e kaluar, kishe shumë besim, ta i grupë lojtarësh. U harroven punë me ato lojtare. Besove realisht se do t'ja dalesh ashtu si që shkuan rrethanat? Po, kam besu, seriozisht kam besu, sepse kina pas atërë në fazën e dytë edhe Paula dhe Fasuleva, edhe në dhani shumë nim, u forcu ekipi dukshëm. Sinqerisht kina pas besim, edhe për shumë pak. Fat? Me fat, nuk e di, fati... Ke parasysh në ndeshjen e play-offit me Skënderbeun? Me Skënderbeun, bo normal. Me Skënderbeun kina kanë shumë afer, por nuk mujtëm, nuk arritëm me ekzekutu 40 e fundit. Kjo ishte ajo fatkeqësia jonë, po kjo vjen me territori, vjen edhe me cilësinat e lojtarit, nuk është thjesht. Se këta janë tërë ndeshje, kur shkon play-off, fiton ekipin më mirë, në absolute. Nuk është një rasi që na rroj Koqa. Koqa kaldoj shumë ma fortë se na, ekip ma i pjekun, tjera, meritoj fitoren. Por edhe na ishim aty, ishim kërëm e ta. Por fatkesisht, ata ekzekutu në më mirë 40 e fundit, u kualifiku në ata që e meritune, u kualifiku. Lisha, është e vërtet që gjatë sezonit kaluar kishit filluar së bashku me Lativllarin për të piketuar lojtarët që i duheshin Pogradecit për këtë sezon? Na kena full aty e këtu, edhe tani flasim, por problemi është me maru kampionati. Edhe tani flasim. Unë nuk po të pysë qa flet tani. Jo, edhe tani flasim, për ma lemër përfënu. Problemi është që fokusi është kjo kampionat. Duhet me maru kampionati. Jo, e kisha fjallin. Pra, për të ardhur në këtë nivel të lartë që jeni sot, pa diskutim, skuadra më mirë, a kishit filluar në ndërtim në kësaj skuadre pa përfunduar sezoni i kaluar? Ma tepër në fjallë, në emna, në letër. Po pra, i kishit piketuar. Po, normal. Ne njofim kush janë lojtarët do, se ashtu që se tha dhe Paula, është baza duhet me kanë shqiptare. Lojtarët e huja janë një muse, një mojnë shumë. Por baza duhet me kanë shumë rëndësishme me pas lojtarët shqiptare cilësore. Këta e japin, këta bëjnë diferencët. Në volleyball, një këtë volleyball që losim. Në qoftë federata i hap rrugë komplet, atje ka me kanë volleyball tjetër. Si ta kuptoj të? Si ta kuptoj në qoftë për shumë, na kena drejt 3 lojtarë për me lyjë. Ti e në loj? Pa. 3 lojtarë... Bëhet për tjallë, 3 lojtarë të huja. 3 lojtarë të huja. Që ose ta thojnë 5, 6, hape mërkatin, atëherë është nësh. Nëshën loja, më sëni. Nëshën loja? Pa, nëshën. është një volleyball më cilësor? Ma cilësor.
A e godet ky volleyball më cilësor, këtë lojtarët huaja, këtë pjesën që vjen nga poshtë nga ekipet që kemi ne në akademi? Lojtarë shqiptare? Po, pikërisht. No, nuk i godet as pak. Lojtarë shqiptare që janë lojtarë cilësore edhe me lojtarët e huaja që vinë këtu. Por a i godet ata që vinë ma poshtë, atëherë është një çështje për mu diskutu, megjithatë, ky market është i hapur, jo vetëm për ne, por për tanë botën. Këta mund ta fillojnë në Shqipëni, mund të shkojnë si puna e bicit që kena. Ka filluar në Shqipëni, prej Gamshit ka ardhur, edhe bën një lojtare jashtëzakonisht cilësore që lët në nivel më të lartë botës, që është kategoria e parë e Italisë. Kështu që nuk do të thonë gjaja, lët në Shqipëni, e bllokon Shqipënin. Nëse një lojtar o lojtare ka cilësina edhe ka vullnet që dën me ecë, nuk është që pengohet me prumjen e lojtarëve më tepër të huaja në Shqipëri. Në fakt, duke mbetur te kjo, por kaloj edhe tek pjesa e futbollit. Për shembull, Federata Shqiptare e Futbollit i ka hapur dyert përfundimisht pra mund të luajë me 11 futbollistë të huaj. Ndërkohë e ka pak më të kufizuar në kategorinë e parë, që shkon me 6 futbollistë nga minuta e parë të huaj, dhe te kategoria e dytë me 5 futbollistë të huaj. Pra, voleybolli e ka me 3, edhe për meshkuj, edhe për femra. Kështu nuk e di edhe lojët e tjera, pra edhe në basketbol. E ka krejt hapur. E ka krejt hapur. Në një takim që është zhvilluar në Korçë, një pjesë e trajnerëve dhe përfaqësuesve e zyrtarëve të klubeve të ndryshme kanë qenë kundër, madje kishte prej atyre që donin ta ulnin në 2 për të rritur numrin e voleybollistëve shqiptare për të qenë të pranishëm në fushën e lojës. Pra, sepse ju thoni rivaliteti i bën mirë, andaj një mendim këtu? Absolutisht që i bën mirë. Edhe i gjatë tjetër. Ti ule lojtarët e huaja, normalisht që Tirana fiton gjithmonë. Gjithmonë. Qose i hek lojtarët e huaja. Sepse ka më shumë prodhim? Nuk ka prodhim, por shojnë tonë të rritësot e të rejet, kanë tendencë më shumë në Tiranë. Kur shojnë Tiranë, e kanë shumë shtirë, më këthy mrapsh, po thuj që nuk kthehen kurrë në për qytetet e veta. Kështu që Tirana ka prumjen më të madhe për i tanë Shqipënisë. Nëse i hek lojtarët e huaja, është 100% Tirana fiton gjithmonë. O Dinamoja, o Partizani, ose Tirana, ata fitojnë. Ndërsa kur hap marketin, atëherë bëhet voleybolli barabartë për tanë. Për shkak të pranisë më të madhe, pra të numrit më të madh të lojtarëve të huaja? Të lojtarëve të huaja, normal. Këtë e kemi duan përvojë në të gjitha ekipet në gjykimin tuaj, nga të gjitha ekipet? Absolutisht po. U hap marketi, fusha është e barabartë. Po në kena merakun e ekipeve që kemi në akademit e këtyre? Ata lojtarë që kanë më ba, ata lojtarë që donë më ba, në gjatënin, në shumica lojtarë nuk bahen. Janë pak lojtarë që bahen. Pak. Një ata lojtarë pak, ata krijojnë një cilësi tjetër, bahen lojtarë ka e tjera. Në shumica në lojtarë shka ku të dushin, çfarë do lloj ekipit që shkash, shumica në lojtarë nuk bahen. Janë lojtarë tek top, ti jesh avrat e ekipi Korçë, kanë dalë lojtarë. Është ajo qendra e Korçë edhe kjo me Tani, që janë shumë lojtarë cilësore. Ti më thuj çfarë duhesh mua, këta lojtarë kanë për të luajtur gjithmonë. Sepse nuk e pengon në gjykimin tuaj as lojtarë huaj që mund të fitojnë. Lojtarë huaj, ata kanë për të ecë. Kanë me luajt çado lojtarë që të binë, ata kanë me luajt aty në formacion. Unë mendoj që prumja e lojtarëve të huaj arrit nivelin e ekipit shqiptar. Marrëm edhe Italinë, kena folë edhe herë tjetër, është kampion botet, kampion olimpike, kanë 5 lojtarë në formacion. Kështu që çfarë pengon? Si gjanë se pengon, ata prap janë kampion botet. A kupton vetëm se rrisin cilësinë një, edhe i farë nivelit, me pa edhe njerëzit dërë me pa nivel të nënë, dërë me pa i farë cilësijet të voleybollit. Është voleybolli ka nëshu. Nuk mund më këthy edhe herë, apo marrë për shembull Peshkopin. Të shëzdu më ofendu Peshkopin, por është voleybolli shumë i dobë. Nuk duhet me kanë Super League, këta lloj ekipet. Duhet nivel shumë më nalt për me luajtur. Ju po thoni që duhet ketë me pak ekipe dhe me pak ekipe ose nuk e di, por duhet me leju më tepër lojtarë të huaja. Kaq domosdoshmë. Se s'mundet me luajtë me vajzat 16 vjeçë me luajt me këta vajza ekipi i Peshkopis. Për shkak është pa mund, është pa drejtë, pa barabartë loja. Jo Lisha, edhe mua realisht më pëlqen emocioni, se ndofta
unë kisha vite të tëra pa parë titullin kampion të Skënderbeu në volejboll për femra. Kisha shumë vite. Diku në vitin 1986 për herë të fundit Skënderbeu i Eva Dunit, i Eglantina Miqos, i Prenda Ismailit, i Bronilda Tashos, i Tatjana Marashit, e pashku tek volejbollistët tjera me i trajner të mallë si Pandi Gellçi, që kishin një titull kampion tek Skënderbeu. Nga 84 deri tek titulli i skuadrës suaj, i korrupzuar si titull me Pandush kapetanin, kishin kaluar vite të tëra. Pra, sipas jush, duheshin këto lojtarët huaja për t'i dhënë këtë diferencë ekipit? Do të Tana Marashim nga në atë, pozicionit që ishte, investimet që ka bën Tana Marash ose klubi i Skënderbeut, që nuk I di ata detajet e këtyre gjëra, por I ke ishte fillimi I nivelit nalt të Skënderbeut, edhe ashtu të ku është, edhe besoj se ka me vazhdu, po ishin po I talë lojtarët huaja që I dhanë këtë knatësi edhe këtë nivel ekipit Korç. Askush në Korç nuk tha. Ata janë të huaja, nuk janë korçare, ne duam të luajmë. Askan për ta thënë hiç. E rëndësishme është emocioni, trofeu. Emocioni, trofea, normal. Normal tani. Shifë çfarë do lloj sportit profesionist I ke lojtar për gjithkund. Edhe në fundit ka me met, nuk ka me thonë ishte Ksenja është një pasuesi që është me Dinamon. Ishte Ksenja me Dinamon. Nuk kanë me thonë atë. Kanë me thonë që fitoi ekipi I Skënderbeut. Kjo është e vërtet, por me qenë se jemi këtu, ha debat sepse ka edhe prej atyre që pra tek Pogradeci sot kemi Gjatën, kemi edhe Maton në mos qosha I gabuar, në gjithë të skuadër 2 pogradecare. Dikush të thot. Bile, la Gjata, aja pogradecare. Po pra pogradecare, kemi 2. Aja është pogradecare, por nuk është pogradecare në sensin e lojtarës, aja është bon lojtare në Korç. Kja fakt. Kja nuk ka bon Pogradec, kja ka pas fillimin Pogradec. Por lojtare që ja bon lojtare taman, kja vajza bon në Korç. Aty ku ishte cilësia, ku ishte kërkesa për titullin kampion, ku përball edhe me volejbollistët huaja? Bravo, një aty ja bon lojtare kja. Mirë, por ka të tjerë që e kundërshtojnë, se u zgjatëm këtu, por edhe mirë bëjmë. Pra që e kundërshtojnë, po mirë, nesër do na ik Lisha. Nesër do në ikon lojtarët e huaja. Qa të ndodhë në volejbollit? Do të vinë dikush tjetër, na Në të njëjtën politikë sportive duhet vazhdojmë. A do kemi investimin në këtë rast të institucionit? Këto e problemi. Që ose ka një investim, në që ose ka një projekte afatgjate, besa se volejbolli shqiptar ka më shku nalt. Pra, e vetë me mundësi, Ministri I kulturës, sporteve, Zoti Gonxha tha që vitin që vjen do të miratohet dhe ligji I sponsorizimeve. Kjo tregon se? Shumë lemi mirë. Aja është jashtëzakonisht. Unë du që vajzat, me pas vajzat cilësore në ekip vajzat huaja, që vajzat shqiptare ta shikojnë modelin e cilësisë. Bravo, a mu përplasë dham me ta. Gjasht. Ta një ideja këto është. Në qofë se nuk kanë konkurencë të një. Këta nuk ecin. Është natyra e njerit. Kur ka konkurencë, edhe një ekip, mrena ekipit, kushdo, çfarë do dhe ekipi që është serios, tanë problemi kur I marrim lojtarë, do në mi dublu. Pse do në mi dublu? Sepse aty fillon konkurenca. Motivimi më I mirë është stoli. Më I mirë për çdo njeri është stoli. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thonë që e detyron lojtarin. Për me dash me lut e detyron që me punu ma shumë. Qofse s'ka konkurencë, atëherë nivelli fillon e bjen poshtë. Ju po thoni që ky Pogradec I këtij sezonit e ka konkurencën brenda? E ka. Në të gjitha pozicionet? Jo në gjitha. Kena konkurencë në tana, por kena në 2 pozicione kena I fije disnivel. Bëhet fjalë për? Për shembull kena Angelën. Kisha dash me pasi lojtarë si punë Angelës. Kërë atë, që me detyru për me, jo se nuk ban se viti pa nësh, kur ke një konkurencë fort, është tjetër nivel më së tani. Ashtu edhe kejta
diagonalistja, ajo të bëha jashtëzakonisht mirë. Po prap kisha dashur një lojtar tjetër që më ndaj aty afër. Pra, kemi një rivalitet? Ta shtyn njëna tjetrën. Këto është, tanë filozofia këto është, që ta shtyn njëna tjetrën. Qanat i kena, katërshat i kena, ne i kena tanë dublume, tanë pa për jashtim. Por kena disnivel në dy pozicione. I kjo është që jam shqetësan, edhe më shqetësan, sepse një vajzë më vra ke disnivel në për pozicione dhe, gjithashtu të stëvitja, që me shty një tjetën. I to është tanë filozofia është me shty me pas kundërshtarin tanë të ekipit, që ajtë të detyron me shku një nivel më të lartë. Lisha, unë pyeta në pjesë të parë të emisionit edhe gjatën, të kjo gjatësia rjetës, të kjo forca goditëse në të gjithë pjesën në kësaj. Pogradeci e ka ma pozitiv të pjesë goditëse se Tirana bie fjala? Ba, na kena lojtarë ma me eksperiencë, me të ndërtën. Edhe se kur ka fillu për Martin Palin, kur ka fillu edhe Pala ka pas probleme në fillimin. Gradualisht ka artë të përmisu, deri sa është këtu ku është. Edhe kjo ka të bëjnë edhe me eksperiencën. Absolutisht edhe me vullnetin e saj, me punën që ka bëjnë etj. Por edhe i farë eksperiencën duhet të shi. Pra ju po thoni eksperienca edhe zgjidhjen në momentin e duhur e ka ndryshe? Çdo lëvizje që mësohet, si mas viteve të shëvitjes, aja fillën e perfeksionon lëvizjen. Pra me goditja që banë Pala, mund t'i binë mas shkoket, mund t'i binë shpejt për para, mund t'i binë të rahapsh, janë shumë lëvizje që Pala i banë veçanërisht Pala, në tonë Shqipnin. Ata i banë edhe tjerë, po efikasiteti sa e nyshe për qanave tjerë. Kena dhe qana me shumë talent, po nuk e ka në efikasitetin e Palës. Më thonë, të një farë kohet, si ata me qysh fillim puna e Dinamos, dënë kohë, vullnet punë që më arritë këtë që thati pika goditëse në tanë gjatësin e rretës. Jo, pra kur pys aty në 2, 3, 4 vim nga vija dytë, a duket vrastar Pogradeci? Pogradeci godet në tana pika. Na në fakt nuk kena një pik dot të Pogradeci. Godasin nga vija dytë, godasin shqipej 6, shqipej 1, godasin qanër, ofër, distancë, mërë pa kret, tërhapshin mërë pa, kena keten vit parë, kena 4 shatë që losin tempo, lojt shpejt, gjithashtu lojt nalë, topat e prishën, se në volejbollën se janë shumë topa që prishën, edhe topi dytë që luajnë, edhe duhen mos të vitë e dyjat njëtën kohë, edhe tempo, edhe shpejtësinë sistem, kur jenë sistem, gjithashtu edhe topat e prishën që duhet me ditë mi godit e dyja. Kështu që këta lojtarët e Pogadesit janë shumë përgatitën në tana llojet e sistemeve. Tek Skënderbeu ke shkuar deri në blok 3, që unë se i kisha parë tek meshkujt, por e kam parë tek femrat. Te Pogradeci nuk e kam parë këte. Nuk keni lojtarët e duhura për shkuar në një blokazh të tillë, po themi? E kena bë kajherë, po jo një kajherë, e kena bë. Jo gjithmonë, por këtu s'kena një lojtare potente në Shqipni, që sinqerisht duhet me mënu mi vunë të rëploqe. Nuk kena, asin, në Republikën tonë. Shto që në qose lojtare potente kisha thonë që lojtare të anësore, se ata janë lojtare që godasin ma shumë. Se kena. Kështu që unë thamë që është këtë e mjaftushëm me dy bloqe, të organizu mirë, për me nalu këta. Kështu që po në qose na vjen puna një lojtare që a potente, do të përdojë më vate. Pra, lojtare potente të ekipit kundërshtar? Ekipit kundërshtar, vajtë fjallë. Që Tirana në fakt ka? Ka lojtare, po ja aqë potente sa me i vunë të rëbloqe. Nuk ka atë lojtare që me i vunë të rëbloqe. Braho për shumë, po marrën Brahon që nuk ashtë një aqë potente, unë thamë kena lojtare tona ka dhe shatë më të mirë, sa Brahove, për të vinë puni.
Edhe ndeshjen e dytë me Dinamon, po kthehemi tek kjo ndeshje. E mendove ashtu, të lehtë si ndeshjen e parë, apo e vlerësove? Ja, në absolute. Si ndeshje e parë, jo ndeshje e dytë. Në absolute i vlerësojmë të në ndeshjet, as nuk mahet fjalë. Edhe ta thash i shëllim, Dinamoja është shumë ekip me talent, me shumë talent me anë. Por na dishim që fitojmë me Dinamon, por megjithatë turnin duhet me ku e hinjën ndeshjet, duhet me vlerësu respekt për skuadrën, as i mshirë, por respekt. Respekt për skuadrën, të me tanë, respektoje si lojtar, luj maksimumin tanë, pavarësisht sa pikë janë. Edhe këta vajzat e realizime. Ka herë, edhe fillon e bjen nivelli i lojës që kanë shumë pikë për para, por tanë ideja është këtu me kryt, me maru lojën, pavarësisht të pikët. Vazhdimisht e keni merak këte, me maru lojën, mos lësho. Sepse kthehet loja. Fillon e kthehet, ti shkon poshtë, ata rritën altë, është edhe lojë psikologjike tani në volejbolli. Jo volejbolli, po tana llojet e sporteve. Kena pa herë mas herë, kena pa që ekipet jo të mira kanë fituar ndeshje. Kjo është një fakt. Në tana llojet e sporteve. Është vërtet. Pasi ke mbyllur në llogarit me Dinamon, ke fituar 3-0. Po. Ke pas dëshirë. Po pra, siguruat finalen, pa të dëshirë për të parë ato momentet e fundit të ndeshjes Tirana-Skënderbeu? E pash 40 e fundit. 40 e fundit i pash ata me 15 pikë. Koqa lujti shumë mirë, të kam thënë edhe përpara, Koqa ka ecë jashtëzakonisht prej fillimit të sezonit i deri tash. Ka ecë shumë mirë, edhe kanë bërë një punë të mirë, trajnerët e Koq. Edhe këta vajzat e reja që kanë hinë formacion, edhe kjo që janë 15 vjeçare edhe katëshi i dytë, më thonë janë shumë dajna me lytë me këtë nivel. Kështu që respekt më të madh për trajnerët e Koq. Do doje Tiranë, si që kemi në finale, apo Skënderbeu? Të nënë këtu, në disja puna, që ose do të kishte fitu Koqa, do më thonë që Koqa do të kishte kanë më mirë se Tirana. Kështu që një ekip ka fitu, ekipi që ka meritu ka fitu. Në të ndajten. Ata 2 pikë janë, por janë 2 ndeshje. Dhe ishin 6 sete. Më thonë, këta 2 sete e fundit, po të kishte kanë Koqa. Pra, Golden Set, ju maniment një ndeshje që është zgjidhur? Asnjëherë s'kam bërë Golden Set, por këta janë për arsye sepse me eliminu ndeshjet e shumta, edhe kanë zgjedhur një këtë mënyrë. Qose ata fitoi Koqa 3-2, u kthyn aty 3-2 fitoi Tirana, edhe u bë një Golden Set. Por fakti është që 2 setet e fundit, po i marrëm 2-15 pikë, setin kush me fitu ndeshjen. Pra setin e 5. Setin e 5. Edhe Golden Set i fitoi të 2 Tirana. Të dyja sede i fitoi. Kjo sepse kishte lojtare që do më thonë që është ekip i zgjidhen situatat e lojës edhe për këtë arsye. Do më thonë që është ekip më i mirë, është ekip më i pjekun. Ma më përvoj. Ma më përvoj, po normal. Kjo e zgjidhi këto 2 situata? Normal. Pra vim të kjo përballje, unë kam një lloj merakut. Së pari, finalen e don Pogradec? Normalisht që i kisha dashur në Pogradec, absolutisht. Duhet më banë Pogradec, se këta vitet e fundit janë banë kush ka kanë vend parë, ne jena në vend parë, edhe më respektu fushën. Do të kishte kanë një kënaqësi edhe për publikun, për vajzat e Pogradecit, për ne, për tanë. Kështu që është një privilegj, vendi parë, më ardhë më ba kupa Roblix, se mos në kampionatin në shënje, atje këto. Po kupën Roblix me banë Pogradec, do të kishte kanë gjanë mirë. Ju po thoni ashtu si që është bërë kur Partizani ka qenë në vendin e parë, Tirana po kështu dhe Skënderbeu po kështu? Koqa po ashtu, po. A keni filluar negociatat me Federatën Shqiptare të volejbollit? Pra administratorët, po thoni? Ja, më duket që ka funi i marshit bëhet kja finalja, nuk e di se kur, por shpresojmë që e bajnë Pogradec. Lisha, unë të njoh prej shumë vitesh. Edhe familjen tuaj, zonjën në veçanti, sportin e ka bërë për të njohur. Normal. Vazhdimisht të thash edhe gjatë ndeshjes. Më shumë se sa të mendonja ty, realisht edhe si shkodran që jemi,
unë kam menduar për shortën tënde dhe fëmijët tuaj, të cilët të kanë lënë hapësirë, duke ta njohur mirë dëshirën për voleybollin, për trajnimin, për atë çfarë ke bërë me Skënderbeun, me vllaznin, e në veçanti me Pogradecin. A shumë vërtet. A mendon se me shumë se sa për vete këtë kupë së parë edhe titullin kampion me Pogradecin, e kërkon edhe për familjen tënde, për pjesën tjetër? I herë në radhë parë jam mirënjohës familjes teme, gruas teme, 2 fëmijëve të mi që më kanë shkut për i biznesit edhe më kanë leju për me bëjë gjanë që e kam pasion. Me që dhe të të këthejnë edhe i herë. Se na edhe tjelëm kena sakrifiku për marrë një këtë ditë. Janë shumë vite pune që kena ba. Edhe ata e kuptojnë që një moment caktu me t'jetë, sepse ka që kena jetë, se ba me kënë 2 jetë, pa falim njani, për që kena, do të me bëjë qdo gjanë marrë kësa jetën. Kështu që edhe ata kuptojnë që pasionin të më mlanë me e vazhdu. Dhe se kena i farë moshët, më mlanë me vazhdu, sa kam forcë për me vazhdu. Jam me njës për këtë aty në absolutisht, por edhe ne një farë mënyrët e kena pagu këtë për e thojmë që leje të familjes. Jo, adim pëse. Sepse po vim kështu, dhe me thënë, ne bisedojmë, kuvendojmë. Unë me të gjithë të ftuajt e mi në emisionin Konak kam dëshirë për të kuvendu. Pra, shiko, kur kam ardhë në Korçë, unë e kisha lënë në sportin e mundjes me të rinjtë e vllaznis. Dëshira për të bërë trajnerin brenda mejet ka qenë e vazhdueshme. E vazhdueshme. Pra ju thoni 30 vjet biznesin tënd në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një moment, kjo dëshirë për të bërë trajnerin ishte fjetur brenda teje dhe në një moment u zgju, unë tani dua ëndrrën time, dëshirën time ta bëj realitet, si erdhi? Pa ta shpjegojnë ty si erdhi. Kjo është vajza eme vjen të shime pak ta neshjet e Gjergj Kastriotit. Është knaqësi për mu normalisht si tonë pen. Por, si e kam fillu volejboll, që është më ka shumene, kur unë kam marru shkollën. Kam hyrë volejboll, kam marru shkollën. Qartë me specialitet, volejboll Institutin e Kulturës Fizike për Kuqe. Vajza eme ka lujt tana llojet e sporteve. Një për aty një lujti edhe volejbollin. Atje kur lujti volejbollin, kur desh me hinë volejboll, një në klubet ma të mira të Amerikë, shkova unë me regjistru. Edhe i tham për najt që tham, du marrë me pa vajzën teme në stëvitje. Ishte vajza rejka. E thot ata nuk lejot. Wow! I thamon, gruas teme i tham kja, no, nuk mundu me lanë vajzën, e na shqiptarë. Të shqiptjena. Nuk mund të lesha vajzën, me shku vetën, po a di gjanë se ku atë shku. Edhe shkova si një mbrojtjet, taja, hina onë aty, i thash du më ba më të njërë, kam këtë diplomë, më pranone ata si të njërë, hina për këtë arsye. A kjo ishte arsyeja që... Kjo arsyeja që kam fillu me hina aty, më ba të njërë, atje, ku hina pas se çdo gjë ishte në rregull e klubi ishte i shkëlqyshëm, atje fillu aty me nu, unë të shi jam këtu. Ti në fakt mendove Shkodrën të parën? No, unë mendova vazën teme. Jo mirë. Ja, nuk mendova Shkodrën heq, unë sa hina aty, unë të shi jam këtu, thash. Unë jam këtu më mirë të shi po hije, po merrem seriozisht shi i mësojnë fita metodikisht. Dosha isha atje fillova bana shumë kërës. Ka marrë mia orë. I kuptu se na kena marru shkollën. Por shumë e vështirë me ditë metodikat si mësohet një fij. Prej as të zhëja. Edhe jam marrë shumë seriozisht, edhe jam shumë mirënjohës atij klubit e vajzës teme. E vajzës teme se... Baba i shkoj atje të vajza, por për me hyrë brenda u detyru me... Për arsye ta saj jam bërë ta një. Aja ka kënë pitnisja e ta njëllë, këmë nësë nëja është një diçka që të zhohet për i të jetë, edhe... Dhe u riktheve së pari në Shkodër. U ktheva në Shkodër, po, me Mark Roshin. Me dëshirën e madhe? Me kontribu. Unë edhe për para të një, kur kam ardhe, kam kontribu në forma tjera. E di. Para tjera, kur kam ardhe, kam kontribu të vllaznia, ishte Marku i parë, kam ardhe, kam kontribu si ta një aty, i të rejtë aty, të kështu me rallë, më thonë, ka ka një knasi. Pastaj vjen në Korçë? Aty erdhe në Korçë, për i Korçët jam këthy në Shkodër, aty jam këthy në Pogradec.
I kjo është historia. Ai nuk I di se ku shkojmë për Pogadeci. Do të vazhdosh. Po të sot kena forcë të ne. Dorian Lativllari thot, unë Besnik Lishën nuk e lëshoj, që do thot se keni projekt afatgjat me njëri tjetrin? Na kena projekt që Pogadecin, edhe këtyre vajzës, që këta vajzat më në gju, këta me kontribu për Pogadecin, sa klubi në mënyrë absolute klubi më I mirë në Shqipëri. Vetë një ekip fiton Lisha. A një ekip. E kush është ky ekip? Ky është Pogadeci. Pogadeci, që ose këta vajza rrinë, si ata është për Dinamo, rrinë gëp. Na nuk e lëqojmë për shumë vite. Kupa e Shqipërisë, titulli kampion, me pas, do t'jesh I plotësuar në dëshirën tënde në atë? Ashtë marrën kur, jetën, te fitove I kupë, a di që është, kur bash të njerë, do të me kanë të njerë me e kuptu. Kur fitove t'jë ndeshe, gëzohesh, ose një trofe, gëzohesh. Kur e hupë, atër nuk më rëgjumi të në verën. Ka ndodhë në ty kjo? Aq e fështirë është të hupja. Nësa fitoja është e kollajt. Do me thanë, ti kur fiton, atër është tjetër. Atër njeri nuk marrën kur. Që ose fitojmë këtë kampionat, këtë vetë, vitin tjetër. Që ose fitojmë vitin tjetërin. Gjithmonë ka sfida. Që ti I e gachëm për të sfiduar? Jam gati. Pogadeci? Pogadeci numër 1. Pogadec. Të falenderoj shumë Besnik Lishën që ishe në Konak sonte. Falim në shpejtet. Shumë kësi sa herë jo kam në Konak për shumë arsye. Faleminderit pa fund. Këtu kemi përfunduar edhe me trajnerin e ekipit të Pogadecit Shkodaranin e njohur Besnik Lisha. Pogadeci së pari kërkon Kupën e Shqipërisë. Për herë të parë në historinë e të rriturave në voleibol për femra, Pogadeci shken. Takon një finale. Aty ku do të ketë përballë Tiranën, një skuadër me histori sigurisht shumë herë më të madhe se skuadra liçenore. Megjithatë, Lisha thot se Pogadeci është skuadra për të mundur, është skuadra 1. Unë e besoj. E besoj sepse Pogadeci ka treguar këtë sezon se është ajo skuadër që I meriton trofet më të rënda të këtij sezoni. Por këtë fundjavë fillojnë ndeshjet e zjarrit për kategorinë e parë në futboll. Pogadeci, Laçi dhe Skënderbeu, që është në kryet e renditjes, kërkojnë 2 vende për të shkuar në kategorinë më të mirëve të futbollit shqiptar. Skënderbeu duke qenë 3 pikë më shumë se Laçi e 8 pikë më tepër se Pogadeci, kërkon të kalojë në kategorinë superiore me titullin kampion. Por një vend të dytë e kërkon edhe Laçi, e kërkon edhe Pogadeci. Madje Pogadecarët shkojnë me tej. Kur në këtë studio, kapiteni I këtij ekipit, Vangelis Guro, tha se liçenorët do të jenë me titull kampion në kategorinë superiore. Gjithsesi, kjo fazë e tretë ka brenda saj emocione të forta, ka ndeshje me rivalitet, kanë enigma të shumta që kërkojnë për të zgjidhur. Pogadeci, Laçi, Skënderbeu, luftë për 2 vende. Nisur nga renditja, duket se Korçarët janë shumë më pranë. Aty janë edhe liçenorët, por aty janë edhe kurbinasit. Gjithsesi, që nga kjo javë e në vazhdim, ndeshjet e fazës 3 kanë brenda këtyre takimeve atë çfarë në presin. 2 ekipet që kalojnë direkt njëri me titull kampion në kategorinë e më të mirëve. Këtu kemi përfunduar dhe për sonde, nga unë Toni Frogu, natën e mirë.